falenderimet janë për Zotin e botrave, e falenderojmë për mirësitë që ai dhuroi, për begatit që i falje i plotsoi, për gëzimin me cilin zemrat tona i zbukuroi. Dëshmojmë se Allahu është i vetmi Zot që me drejt meriton adhurim dhe se i dashur i zemrave tona Muhammed Mustafa ishte robi i dhe i dërguar i Allahut. Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilaha illallah, Allahu Ekber, walillahil hamd. Kur i madhi Zot krijoi parajsën e përjetësisë, e stolisi me bukurie mrekulli që syri si ka parë, madja as mendja si ka imagjinuar, tha qad aflahal mu'minun, fituan besimtarët e mirë dhe të sinqertë, fituan njerëzit shpirt mdhenj, që duan Zotin, i duan krijesat dhe besimin e kanë të shtrenjtë në zemrat e tyre. Ata jetojnë parajsën e kësaj jete dhe ata e meritojnë parajsën e përjetësisë. Lumë për ata cilët pastrojnë zemrën nga urrejtja, nga ego e smur, nga smira e zilia, nga përçmimi e përgojimi. E vullosi Zotin Kur'an për të na treguar se çfarë vlere ka zemra dhe shpirti i pastër. Qad aflaha men zakkaha, luma i cili e pastroi shpirtin dhe zemrën e tij. Allahu Ekber, la ilaha illallah, Allahu Ekber, walillahil hamd. Të dashur besimtar, historia e profetit Ibrahim dhe djalit tij Ismailit nuk ishte thjesht një histori ku mësohet rituali i therjes së kurbanit. Ajo na mëson se ne me kurbanin ton duhet bëjmë kurban egon dhe pasionet që na tërheqin për tek e keqja, joshjet dhe dëshirat që na largojnë nga hyjnorja dhe çdo gjë që na pengon të bëhemi besimtar të mirë, njerëz të denj, njerëz që duan për tjerët atë që dëshirojnë për vetët e tyre, dhe njerëz që kanë besim dhe siguri tek e mira dhe mbështeten tek ajo. Allahu Ekber, la ilaha illallah, Allahu Ekber, walillahil hamd. Sa shumë kemi nevojë t'ja tregojmë fëmijëve tanë historinë e sakrificës profetit Ibrahim dhe Ismail, që të kuptojnë se një fëmijë i mbar lidhjen me prindin e ka shumë të fortë, besimin tek këshillat e prindve, se nuk ka prind sipërfaqen e tokës që dojë të keqen për fëmijën e tij, që ta kuptojë se sakrifica në rrugën e të mirës është shumë më e mirë se sa sakrifica në rrugën e të keqes. Sot më shumë se kur edukimi është bërë një sfidë e madhe dhe është kthyer në një merak që na bren të gjithëve, fëmijë të dashur ndriçojeni jetën me besim dhe me dashuri për Zotin, e nuk do të mbeteni kurrë në errësirë dhe të pandriçuar. Allahu Ekber, la ilaha illallah, Allahu Ekber, walillahil hamd. Alhamdulillahi Rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala adh-dhalimin. Wa nusalli wa nusallimu ala rasulil amin, nabina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Të dashur besimtar, në hutben e lamtumirës profeti hyn, profeti i zemrave, na porositi dhe na tha se gjaku, pasuria dhe nderi i çdo kujt është i shenjtë, ndaj konsiderojini të shenjta ato. Ky bajram duhet jetë moment reflektimi për gjithë secilin prej nesh. Kthejani hakun dhe drejtave të zotëve tyre, nëse jeni besimtar të mirë. Le të falim dhe të tolerojmë për hatër të Zotit. Zoti ynë, në këtë ditë madhe na fale na mëshiro. Pranoj lutjet dhe veprat tona nga zemra për të gjithë besimtarët dhe besimtarët, për gjithë shqiptarët, gëzuar Kurban Bajramin. Zoti ju bekatoft dhe Zoti ju shpërbleft.